Në ndeshjet e javës së tretë të kampionatit të basketbollit, që u zhvilluan të shtunën dhe të dielën, ekipi Teuta Basket shënoi humbin e tij të parë përballë Apollonisë së Firit. Humbja e parë e këtij ekipi bëri që Firakët të bashkohen Beslidhjes si të vetmet skuadra me pikë të plota. Miqt fituan në të katër periodat, me gjithë synimet e Teutës përfitore. Ata sikur u impresionuan përballë një ekipi të blinduar me lojtarë amerikan, pasi kishin përballë një ekip me Jackson, Campbell, Bote, Halt, Ademkojo, Sylver e tjerë. Ky që një efekt psikologjik që mbas e bëri që loja e konceptuar ndryshe para fillimit të duelit sportiv, të çdonte dhe të shoqërohej me gabime teknike që u pasqyruan edhe në rezultatin përfundimtar të humbjes. Në fushë Apollonia u paraqit me një formacion të rësisht amerikan, vunë duke ekspertët në lojë, duke mos e diskutuar fitoren, ndërsa diferencën e bën Quincy Ademkova me 28 pikë dhe 6 kërcime, si dhe Gjakoev Campbell me 27 pikë e 6 kërcime, kurse për vendasit rendimentin më të lartë e kishte Elia Farr, autori 12 pikëve, 10 kërcimeve dhe 3 asistimeve, por që nuk u shërbyen për të shmangur humbjen e parë të ekipit. Tashmë Teuta Basket po i nënshtrohet analizave për situatën që solli kjo humbje në ekip dhe gjetjen e rrugëve të tjera për riparimin e gjendjes në ndeshjet e radhës.